që në ditën kur është krijuar komisioni, afati i punës tij ka qenë 9 mujor dhe dije që të mbaronte në mesin e korrikut. Së dyti, në muajin maj të vitit 2027, Shqipëria do të ketë zgjedhje vendore, në të cilat ne duhet hym me një sistem të ri, me një hartë të re territoriale, në mënyrë që t'i përballemi me ato sfida që Shqipëria ka përpara. Unë e kam thënë vazhdimisht dhe vazhdoj ta them. Në vjeshtën e vitit që vjen, të fund 2027, Shqipëria do të mbyllë negociatën me Bashkimin Evropian. Dhe në vitin 2029, Shqipëria do të jetë një vend antar i Bashkimit Evropian. Në atë moment nuk integrohet në BE qeveria. Nuk integrohet një zonë e Shqipërisë. Integrohet e gjithë Shqipëria në Bashkimin Evropian. Dhe një ndër programet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian është programi i kohezionit social. Dhe pjesë e sfidës që ne kemi përpara është të kemi mundësi të forcojmë bashkitë tani, të futemi në zgjedhjet e ardhshme me bashki me struktura më të forta, më të afta ekonomikisht, më të afta funksionalisht,